Gruaja, familja dhe ekuilibri i rëndë. Kur I kthehem kujtesës së mëhershme, më vijnë ndërmend kujtimet e mia që I kisha rreth pamjes së një burri, të cilin e paraftyroja në ndërgjegjen time dhe doja të ishte bashkëshorti im. Dëshiroja të ishte me veti të mira dhe cilësi të larta, si babai im, I cili ishte burr në plot kuptimin e fjalës. Por kur e bëj në krahasim mes burrit të asaj kohe dhe atij të sotmes, vërej dallime të mëdha dhe të qarta. Padyshim, s'ja në favor të burrit të sotëm në shumicën e rasteve. Pavarësisht nga ajo se ata ishin të ditur dhe nuk zotronin diploma universitare, në krahasim me burrat e sotëm, shumica e tyre ishin të edukuar dhe në vetdije të lartë rreth çështjeve fetare dhe asaj jetësore. Ndoshta edhe më shumë se ata që zotronin sot diploma të larta. Deri dje burri ishte ai I cili edukonte familjen, e mbronte prej çdo mendimi të huaj jo islam që rrezikon atë personalisht apo familjen e tij. Fjala e tij ishte respektuar dhe e dëgjuar. Familja nderonte dhe respektonte me plot dëshirë dhe vullnet. Çdo mosmarrveshje në familje e zgjidhte me mend dhe urtësi. Marrëdhëniet në sjellje brenda familjes dhe jashtë saj I mbante në dorën e tij dhe s'lejonte të I ndodh asgjë askujt prej antarëve të familjes. Gruas I mbronte pozitën e saj, ishte I kujdesshëm për fëmijët e tij dhe I gëzonin të gjitha të drejtat e tyre familjare dhe personale.